me gjuhën e pushtues. Gjuha ka një sistem vetë pastrimi. Çka ajo i ka antitrupat e vet. Po, çka ajo ka produkt të saj, antitrup të saj, sa mirë sa t'ju, ajo i mban. Për shembull, shumë fjalë të shqipes që na i quajnë turqisht si tutkun, musluk, ulluk, me mira fjalë, ato janë fjalë të mirëfilta të shqipes. Se po të ishin fjalë të huaja, Shqipja do të kishte hedhur jashtë. Ato rezistojnë sepse janë fjalë puro të shqipes. Ndërkohë, Shqipja duke qenë qendër e gjuhëve indo-europiane, ajo mund të krijojë vetë fjalë të s'ka nevojë. Fjala i brik. Po, fjala i brik ka dy pozime, ka i bir ka, i bri ka. Briri. Ai mund të quhet edhe si bri, po edhe një bir ka, ija është një në gjuhën e folur në gegnisht, siç thon i herë e i ko, për një herë e një ko. Këtë gjë gjuhëtarët tanë me tituj të mëdhenj akademik, doktor, profesor, i mbajnë dot ato motra ato që kanë kështu ato i shkruajnë edhe kalojnë dhe nga mbrapa kurizit, por janë krejt të paaft, jo vetëm të zbërthejnë për shembull në rastin konkret një fjalë të turqishtes, por këta nuk njohin gjuhën e tyre, gjuhën shqip. Nuk din sistemin se si emërton gjuha, nuk njohin parimet se si emërton gjuha. Ata punojnë me një metodë që quhet gjuhësi krahasuese, e cila nuk rrjedh nga ndonjë teori. Dhe duke qenë se ata bëjnë një shkencë që nuk mbështetet në parime, mbështeten vetëm në një parim formal që quhet parimi fonetik, janë të pazot, jo vetëm të kuptojnë se si është krijuar fjala. Ata janë si ata barinjt që nuk njohin tufën e vet.